Ngjarjet e 2 ditëve të fundit në shtëpinë e Big Brother VIP Albania kanë sjellë një klim të tensionuar duke ngritur pikpyetje të forta mbi ecurinë e lojës dhe marrëdhëniet mes banorëve. Debatet e ashpra, gjuha e përdorur dhe reagimet jashtë shtëpisë kanë bërë që vëmendja e publikut dhe produksionit të jetë më e lartë se kur. Situata ka marrë një kthes të papritur pasi 2 zarfa të zinj kanë mbritur në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Ky veprim ka shtuar edhe më shumë histerin duke lënë banorët dhe publikun në pritje të vendimeve të rëndësishme që pritet të merren nga vëllai i madh. Si pasojë e kësaj situate, është anuluar televotimi për banorët në nominim në Big Brother VIP, një vendim i pazakontë që tregon se ngjarjet e fundit janë konsideruar serioze nga produksioni. Ky anulim ka ngritur dyshime se bëhet fjalë për shkelje të rregullave apo për situata që kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme. Vëllai i madh ka marrë masa të cilat pritet të zbulojnë gjatë spektaklit live. Megjithatë, ende nuk dihet se për kë janë marrë këto masa dhe çfarë për masash do të kenë ato në vijimsinë e lojës. Ndërkohë, jashtë shtëpisë reagimet nuk kanë munguar. Vetëm pak kohë më parë, nëna e Malit ka bërë thirrje publike produksionit të Big Brother VIP Albania duke kërkuar ndërhyrje për gjuhën e përdorur nga Rogerti kundrejt Malit, veçanërisht lidhur me situatën familjare të këtij të fundit. Kjo thirrje ka ndezur edhe më shumë debatet në rrjetet sociale, ku një pjesë e publikut ka kërkuar masa ndëshkuese për gjuhën fyese, ndërsa të tjerë kanë bërë thirrje për ruajtjen e etikës dhe respektit brenda formatit. Situata aktuale mbetet e paqartë dhe tensioni në shtëpi duket se është në rritje. Syt janë tashmë nga spektakli ku pritet që vëllai i madh të zbuloj vendimet përfundimtare të cilat mund të ndikojnë drejt për drejt në fatin e banorëve dhe në dinamikën e lojës në Big Brother VIP Albania. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.